Se nuk do njërin lojt pasi të identifikosh si lider, kur janë dy miq bashkë. Sa do ti që ke një shoqe të mirë këtu përballë, nëse ti e kupton që atë shoqen tate, ajo shoqja po e tepron me ty, duke thonë që pavarësisht si ti ke shoqe për herë, pa ajo po i merr vendimet, ajo dhe ti rrihesh shef, të kam shoqe, e jep në mendim, jo prit. Ore pa jemi një shok bashkë. Kurse ato e kanë zgjidh punën. Ka momente që Selin është njëshi, ka momente që ai është njëshi. Ai është dyshi. Ka momente që ai është njëshi, ka momente që ajo është dyshi. Pra ato të dy në një diçka, ato janë bërë trup në vete. Duke të llogarit që zgjuarësia e Selin, mënyra se si ta thot llafën, se edhe nuk ku flet, di ku futet dhe mirupafshim, dhe skema dhe fjalkryqi i Mirit ka bërë këto gjëra që po bëhen për ditë këtu. Dhe këtë gjë që po ta them ty ja thash në sy. E pse u pozicionon atë? Pse? Sepse Miri gjithmonë gjatë gjithë kohës, duke e ditë se kam një farë përvojë, një farë moshe, e duke e ditë atë. Ta themi gjao këtu? Po. Shif, Miri, do me thonë, Miri lojën që ka bë, është lojë e keqe. Absolutisht. Vesh një sekond, edhe unë jam 100% e bindur në kokën time. Ku e diu që se ke bërë ti lojën e keqe? Apo më lëmë fol. Jam 100% e bindur në kokën time që loja e Mirit ka dalë keq. Por, momentin që hyn një banor tjetër, priti sekond, edhe priti sekond, edhe shofin që nga jashtë është keq, ata çka bojnë? Gabimi tyre. Hinë dhe sulmojnë Mirin. Ke pa mu të sulmojnë? Besh një sekond, edhe hinë japin një pik Mirit. I pik Mirit, a pa në të mbarojt lutëm? Një pik Mirit, edhe Mirin veç e ngrisi ka dal. Por që, nuk është arsyeja me sulmu si të hen, po as arsyeja me u pozicionu ofër Mirit. Gjoja që pozicionimi jëtë më prajmë kur të dhapë fjalla për me folë, kështë mujta adin okej me folë, me jep një mendim përgjithsi, se ke halo herët. Po, mu pozicionu ofër Mirit, në prime, për menimin tim, se ti ke mujtë me dalë lojtar tek, jo i pozicionuar ofër Mirit, jo mja dalë meritat, me thona është, është një ndër lojtarët këto, po, ti si lojtar, ti do t'ja për shmerita vetës, do t'ja për shmerita Mirit, a kupton?